Hoq, i nderuar, tash flasim më njëherë, ka shumë persona besimtar të besimit islam që më njerë pas faljes namazit të bajramit dhe të sabahut, më njerë shkojnë dhe i vizitojnë varrezat. Çka thot feja për këtë pjesa? Ka ndonjë argument që e shpjegon feja këtë veprim që besimtarët tanë e bëjnë? Realisht nuk ka ndonjë preferencë fetare për këtë veprim. Nuk e di se si është përvjedhë si shprehi ose si praktik të një pjesë e besimtarëve tanë, mbase e bën edhe nostalgjia, mallëngjimi për të vdekurit, sidomos për ata të vdekurit e vanshëm. Jo, e kam fjalën dikujt që i ka vdek prindi ose dikush i afërm tash frik, edhe kanë qeft paktën bajramin e parë shkojnë ta vizitojnë varrezën, edhe pse preferenca fetare është që varrezat të vizitohen, por jo në kohë të caktuara. Nuk duhet vizita e varrezave, Islami nuk e preferon që të shndrohet në ritual. Kur them rituale, kam për qëllim ceremonie caktume, kohë caktume e kështu me radhë. Jo, njeriu mbase duhet të vizitojë varrezat në kohë të ndryshme. Atëherë kur shpirti i tij në një farë mënyrë e kërkon një lloj përkujtimi për atë se çka na pret të gjithëve realisht, për arsye se varreza është porta ka e cila do të kalojmë të gjithë ne në përjetësi. Kështu që unë mendoj se vizita e varrezave pikërisht në ditën e bajramit nuk është praktika më e qelluar. Do të ishte mirë të bëjmë më herët ose më vonë, ndërsa bajrami të shfrytëzohet si festë në të cilën do të manifestohet gëzimi dhe hareja në të gjitha porët e jetës, brenda një kornize të lejuar gjithsesi, ashtu që pas faljes së namazit të bajramit njerëzit të nxitojnë për të bërë bajramin njëri tjetrin. Unë gjithmonë e shfrytëzoj ditën e bajramit për t'ju bërë apel besimtarëve që nëse eventualisht në të kaluarën e afërt me ndonjërin kemi pas ndonjë hatërmbetje, ndonjë hidhrim, ndonjë zemrim, ndonjë shkputje të relacioneve, dita e bajramit është mundësia e artë, nëse e kemi në xhami aty afër që një person me cilin ndonjë arsye ose pa arsye fare i kemi shkput komunikimin, është mundësia e artë që të ngritemi, të shtrim dorën, të përqafohemi, të hallashtisemi që thonë, e pastaj të nxitohet gjithashtu edhe tek familjarët, për arsye se të gjitha shkputjet edhe bojkotet janë të këqija, mirë po ato në rrethin e afërt janë akoma më të rënda dhe më pasoja, ashtu që dita e bajramit është mundësia më e mirë për të i kaluar hidhrimet, për të i kaluar mënit edhe paragjykimet e ndryshme, edhe gjithsesi preferohen vizitat farefisit, të cilat me keqardhje duhet ta them, por kohëve të fundit i kemi lënë deri në minimumin, në nivelin minimal që është vetëm vizitat për bajram. E nëse edhe këto pastaj e zbresim këtë nivel, edhe fillojmë të mjaftohemi me një telefonat ose me një mesazh, atëherë kjo do të ishte një paralajmërim jo i mirë për relacionet tona. Nga njëherë, kur po flasim për edhe mesazhet, në fakt, më kam vrejt që është një mesazh shablon si për kushëririn, si për dajen, si për hallën. Si për të afërmin, si për të largën. Po, ose shoqërinë, mendoj që secili e ka atë specifikën e vetë dhe atë raportin që e keni me personin familjar dhe ndoshta pse jemi bo kaq dembela në këtë aspekt, hoxhi nderuar, më kujtohet që ndoshta gjyshërit tanë kanë ecë me kilometra për me shku me vizitu dikon edhe jashtë bajramit, jo vetëm për bajram. Sakt. Përveç që jemi bo dembela, jemi bo edhe të ftoftë emocionalisht. Edhe mbase mund të tingëlloj që sharake mu më ka ndodhë që mesazhin tim më kthy dikosh. Kush e di nësa dur ka qarkullu e pastaj ajo porosi, ai formulim cilin unë e kam shkru, domethënë më ka ardhur mua sërish. S'ka kur gjë të keqe në këtë. Ose ka pas mundësi me të ardhë mesazhi jo me emrin e atij i cili ta ka dërgu, për arsye se ai ka kopi e ka bë edhe ka harru me përmirësu emrin aty. Kjo pak ka rëndësi si detaj, çka ka rëndësi pikërisht ai shqetësimi që e kemi zbrit komunikimin në nivelin e përtesës për t'i formulu 2-3 fjalë. Nuk ka nevojë mesazhi me qenë referat. Sakt. Edhe me i thonë i dashur daj për hajër bajrami, dashur ateze për hajër bajrami, i nderuar filan, domethënë urime festa ose çka do qoftë. Mjaftohemi me një mesazh cilin e bëjmë kopje dhe ua dërgojmë të gjithëve. Tash kanë dalë disa mundësi. Fotografi. Jo përveç fotografive. Kanë dalë disa mundësi për shembull në rrjetet sociale, ua dërgon 200 vetëve të njëjtin mesazh, ama secili ti shkon
punë veç e veç. Edhe ai mendon se ti vetëm atia ke dërgu mirë, kjo është një lehtësim që ofron teknologjia, mirë po menoj që mesazhet tona qoftë edhe nivelin e mesazhet, edhe pse s'jam i kënaqur. Po bile të kenë një tro ngrohtësi, një tro shpirt, mos jenë që rezultati i algoritmeve të ndryshme. Për fakt që të bën mundje edhe pak më mirë, kur edhe i rregullon pak relacionet me personin tjetër që dërgon mesazh ose të bën një thirrje. Çka është festa e Fitër Bajramit? Është emër, domethënë fetar, është emër që kam dëgjuar që është për shkak të vitrave që ne i japim në fundin e Ramazanit, është kjo e vërtet? Kështu, fjala është pikërisht ajo. Fitër, na i themi vitra, ato janë fitra në të vërtet, do thonë Fitër Bajram, edhe Sadakatul Fitri ose Zakatul Fitri që jepet në fund, e kanë të njëjtin kuptim. Po fjala Fitër çka do të thotë? Fjala Fitër është me boj iftar. Me boj iftar. Po. Përdoret fitër, për atë arsye ka ardhur në hadith, agjëruesi i ka dy gëzime. Gëzimin e parë e ka kur bën fitër. Inde fitri, kur bën fitër. Llogaritet ose kur bën iftar, ose në ditën e përfundimit të agjërimit komplet, që është dita e Fitër Bajramit, ose të dyja bashkë. Që absolutisht s'ka kurfar pengese që të konsiderojmë se të dyjat janë qëllim me këtë hadith. E tash, Sadakatul Fitri ose Zakatul Fitri është ajo lëmosha që jepet në fund të Ramazanit, pak para përfundimit të agjërimit në tansi, një lloj, ta quajmë, e ka një rol të dyfisht, e ka një lloj shpagimi për agjëruesin, për gabimet eventuale që mund t'i ketë bë, po e ka njëkohësisht edhe një lehtësim qoftë edhe të çastit për gjendjen e nevojtarit, skamnorit, varfrit e kështu me radhë. Për këtë arsye fitri pastaj jepet edhe për ata që s'kan agjëru, edhe për fëmijët, edhe për foshnjat, që kanë pas obligim me agjëru, por si bamirësi është e preferuar edhe pse mos me e dhanë. Fitri çka është në të vërtetë, jashtë lëmoshës, edhe jashtë ditës së Bajramit, është përfundimi i agjërimit. E pse duhet gëzohemi, derisa agjërimi është një ibadet sublim, shumë i madh, me shumë vlerë, e pse duhet gëzohemi ne kur erdh koha e iftarit edhe s'kemi pas drejt të hamë edhe të pijmë, tash kemi drejt të gëzohemi ushqimit edhe pijës, pse jo, begativet të Allahut që Zoti na i ka ofruar dhe na i ka lënë në mundësi që të shërbehemi me to, po njëkohësisht gëzohemi jo vetëm pse na u leju të hamë edhe të pijmë, po gëzohemi se një test e kalum me sukses. Agjërimi megjithatë është sprov, nuk është sprov e lehtë. Ne realisht e relativizojmë si besimtar për shkak se ai motivi dhe zelli i brendshëm që e kemi për një mend na jep forcë për ta përballuar. Çdo gjymtyre jotja sprovohet gjatë agjërimit, nuk edhe është veçuria. Ai i cili e ka provu vetën në agjërim, pastaj për një mend ne themi i lehtë është madje edhe në ditë të gjata të verës me vap të madhe. Por nuk është se edhe neve nuk na ka plon uria etje e të ngjashme, por gëzohemi për shkak se një test e kalum, dhe secilin test që e kalon ti ngritesh për nga një shkallë, ngritesh për nga një nivel, edhe patyshim që do të ndihesh edhe krenar edhe i gëzuar. Në rastin e agjërimit gëzohemi përveç tjerash edhe për shkak të atyre shumë paralajmërimeve që kanë ardhur në citate kuranore edhe në thënie profetike për vlerën do e mos, por edhe për përfitimet edhe shpërblimet që Zoti i ka përgatitur për agjëruesit, e që në të vërtet ato janë reale edhe pse ne presim t'i përjetojmë, po derisa janë thonë me një nivel të pakontestueshëm të saktësisë, ne besojmë fuqishëm në to.